Faleminderit për entuziazmin e kësaj muzike të mrekullueshme të Vallës Kavajse. Ju uroj mirëseardhjen kryetari i Partisë Socialiste, një herë dhe kryeministri të Shqipërisë, në emër të të gjithë shoqeve, zonjave, vajzave, motrave të qytetit Kavajës. Faleminderit kryetar që jeni pranishëm këtu midis nesh. Nga kjo sallë, asnjëherë nuk ka munguar mbështetja e gjithë zonjave, e gjithë vajzave të qytetit Kavajës, që gjatë gjithë kohës kanë punuar me përkushtim për të bërë të mundur që Partia Socialiste, Edi Rama, të vijojë rrugtimin e zhvillimit të Shqipërisë, të vijojë udhëtimin për të ardhmen dhe besim plot e them, kjo fal vizionit dhe mbështetjes që lideri ynë, kryetari i Partisë Socialiste ka treguar në gjithë udhëtimin historik të përfshirjes së grave dhe vajzave, qofshin këto në strukturat tona, e duke vijuar më tej në drejtimin e drejtorive apo në këshillat vendimarrëse dhe më tej akoma në qeverisjen shqiptare ku 52% e qeverisë është e përbërë nga gra dhe vajza. Kështu që besimi që kryeministri ka dhënë vajzave është patjetër i padiskutueshëm, por është një besim ende më i madh për Kavajën. Pasi ne na ka besuar dy zonja, dy gra të nderuara të cilën e përfaqësojmë Kavajën me drejtuesen ton politike, me kryetaren e Kovendit, Elisa Spiropali, e cila ka qenë në çdo çast, në çdo moment, në çdo qelizë, në çdo kontakt, në çdo takim të strukturave tona e më gjerë, dhe unë besoj dhe jam e bindur që siç arriti të fitohet Shkodra, sfida e radhës së Kavajës me në krye Elisa Spiropalin do të jetë pjesë e pandashme e fitores për Kavajën. E natyrisht që Kavajës i bashkohet Ilva Gjuzi, vajzë Golemi e mbes Kavaje, të cilës sërish fal vizionit të kryeministrit ton janë bësuar sërish dy poste të rëndësishme. Ajo e zëvendës ministres së turizmit, por gjithashtu edhe nënkryetarës përgjithshme të Asamblesë të Partisë Socialiste. Kështu që jam e bindur që bashkë me Ilvën dhe Elisën, dy zonja të nderuara do t'jenë të ulura në kuvendin në Shqipërisë për 4 vjeçarin e ardhshëm dhe do kërkojnë mbështetjen dhe do kërkojnë zërin dhe do ofrojnë gjithë mundësi dhe potencialin që duhet për Kavajës. Dhe që të gjitha ne bashkë këtu pastaj do bëjmë maksimumin që të dalin kandidat, të dalin dy deputetët tanë, Pandeli Majko dhe Eldi Çepeli. Ish kryeministër i Shqipërisë në kohërat më të vështira dhe Eldi një djalë i Kavajës i rritur edukuar këtu midis nesh, të cilët kryeministri i besoi këtij ekipi fantastik, ekipit Kavajës. Dhe së fundmi, unë do doja ta mbyllja në fakt me një mesazh. Kryetar, Kavaja dhe gratë e Kavajës kanë humbur pak. Kavaja ka humbur pak kohë, po gratë e Kavajës kurse si. Sepse s'kan qenë gratë e Kavajës ato që nuk kanë qenë pjesë, përkundrazi, gratë e Kavajës votojnë për zhvillimin, votojnë për shkolla më tepër, votojnë për çerdhe më tepër. Votojnë për pasaportën europiane, për Kavajën europiane. Prandaj gjithë bashkë, nga ky moment, e deri me 11 maj, të dalim të vijojmë kontaktet tona, ato kontakte të vazhdueshme derë më derë, duke ftuar çdo mik, çdo mikesh, dhe jo vetëm gra, ma besoni, sepse mendoj që është koha që duhet të rregjim shumë burra pas vetes. Kështu që, sidomos këtu në Kavaj. Kështu që më lejoni ta mbyll me Kavaja është grua, e ardhmja është grua, Shqipëria është grua. Faleminderit kryeministër për atë besimin që na ke dhënë. Dhe ftoj në skenë Ilvën për të bërë prezantimin e saj. Përshëndetje shoqe, motra, të Golemit, të Luzit, të Synit, të Helmasit dhe të Kavajës. Është shumë bukur të shikosh sallën plot, me entuziazëm, ashtu si shumë punë të mira që din t'i bëjnë vetëm gratë. Bravo! Gjitha ne jemi goca, jemi motra, jemi mbesa, jemi bia, jemi nëna. Dhe kjo është një nga arsyet kryesore pse Ilva është sot këtu. Për fëmijët e mi,
për fëmijët e gjithë shqiptarëve, për të ardhmen europiane të Shqipërisë, për këtë pasaportën e Bashkimit Evropian. Unë do ta nis nga vetja, duke ju treguar një histori personale, por që besoj është historia e shumë prej nesh. Se çfarë kanë hequr emigrantët tanë nëpër Europë, kjo nuk përshkruhet. Po edhe unë, edhe shumë të tjerë që kanë shkuar si student, që kanë shkuar për të investuar për veten e tyre, për Shqipërinë kur të ktheheshin, nuk e kanë pasur të lehtë. Në vitin 2009, unë pata mbështetjen e Timetit dhe mu mundsua që të shkoj të studioj në Angli. E dini që një student shqiptar, sa do i jashtëzakonshëm të ishte, sa do i zoti se që isha e zonja isha, se shkova në një shkollë nga më të mirat në botë, paguaja 10 herë më shumë se një student europian, 10 herë. Unë kam 3 kalamaj, nuk e di nëse do më dilte matematika ti çoja dot të 3 sot. Edhe sikur të mos mjaftonte kjo, pavarësisht se ti ishe shumë e mirë, pavarësisht se ti mund të ishe edhe më e mirë se të tjerët, kur vjen puna të gjithë të shikonin me dyshim, thonin nga jeti nga Shqipëria, pse paska në Shqipëri njerëz të Zot, prisnin që ne të ishim kërkund. Po nuk ishte në vitet 90, kjo ishte në vitin 2009. Në vitin 2009. Kur na shikonin me dyshim se të kishe mundësi të studioje në Angli, duhet të vije nga familje të dyshimta, se shqiptar të ndershëm nuk ishte për sytë e botës. Ndërkohë që sot, me punën që Partia Socialiste me në krye Edi Ramën kanë bërë, Shqipëria gëzon një reputacion të jashtëzakonshëm. Sot është kollaj të jesh shqiptar në botë. Se sot gjithë bota po vjen në Shqipëri. Sot po e shikojmë me sytë tanë se sa turist presim, jo vetëm në verë, se ne ishim mësuar, sidomos zona e Golemit, ishim mësuar që turistët i prisnim në verë. Madje motrat dhe vëllezërit tanë nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut, këta ishin turistët tanë. Ndërkohë që sot 11.7 milion turist vizituan Shqipërinë për vitin 2024, shifër kjo në rritje, dhe shifër kjo që vetëm janari 2025 u mbyll me mbi 600.000 turist. Ka diçka. Shqipëria sot po marketohet në botë me një brand që quhet Albania All Senses, ose ndryshe Shqipëria e të gjitha ndjesive. Dhe patjetër që ne i tregojmë botës të gjitha pasuritë natyrore që kemi, pasuritë kulturore, ushqimin dhe kulinarinë e mrekullueshme, e shumë tradita, po e di cili është elementi kryesor i brendit shqiptar. Është mikpritja shqiptare. Edhe si gotë shpije, nuk besoj që mbajan, po mikpritja është ajo që kavaja e ka në gjak, kavaja e ka në tradit, e ka në kultur, po si e ka? E ka nga ju, e ka nga zonjat, një koqire, duar arta, fjalë ëmbla, gjithmonë me derën e shtëpisë hapur që të vi kush të doj. Mikpresim njerëz pa fund. Kjo është tradita e gjithë shqiptarëve, po veçanërisht e kavajës tonë dhe e zonjave tona nga kavaja. Unë e kam gjyshen nga kavaja, e dini besoj tani, unë jam Besa Calit. Unë jam goca lirit, jam nusja dikujt, nusja doktorit, po e di kush është më e rëndësishmja? Dhe këtë do ta bëjmë të gjithë për fëmijët tanë. Unë jam mami Arrës, jam mami Lisit dhe jam mami Fatmirit. Ka vetëm një mënyrë për të vazhduar përpara punët e mira të Shqipërisë, vetëm me ekipin e Partisë Socialiste, vetëm me numrin 5 dhe votën për Edi Ramën. Nuk ka alternativë tjetër. Gjitha tjerat janë me harxhu kohën kot, siç themi ne. Edhe ju këtu në Kavaj keni njërën,
se dia e njihni, po që thot që Edi Rama është 10 hapa para. Me mbështetjen e grave të Kavajës, edhe atyre burrave të mençur, me 11 maj, Edi Rama do jetë 10 fitore para. Forca Kavaja, Forca Partia Socialiste për numrin 5 dhe Edi Ramën. Përshëndetje të gjithave, vajza dhe gratë Kavajës, Që jemi mbledhur sot në këtë sallë, që është më e vogël se salla që do donim, sepse kërkesa për të ardhur këtu, dëshira për të na u bashkuar këtu, ishte shumë e madhe dhe të gjitha ato gra që nuk mund të hyjnë në këtë sallë, i përshëndesim dhe i përqafojmë dhe dim shumë mirë që janë me ne, me zemër, me mendje dhe me punën e tyre çdo ditë. Është kënaqësi e madhe që kemi sot këtu Edi Ramën, kryetarin e Partisë Socialiste, kryeministrin, i cili dëshmit e punës tij i ka dhënë kudo në për Shqipëri dhe për Shqipërinë, dhe në Kavaj ka dhënë dëshmit më të qarta që sa herë Partia Socialiste ka patur besim këtu, ka investuar për këtë komunitet kaq mikpritës, këtë komunitet qytetar, me identitet kaq të fortë, me shtrejtësim e identiteti që meritojnë vëmendje, me investime në infrastrukturë e me gjithçka tjetër. Mezi e presim 11 majin për të dhënë shembullin më të fortë, që vajzat e gratë e Kavajës dhe të gjithë kavajësit që mendojnë për këtë vend, që duan të ecin përpara, që duan Shqipërinë europiane, që duan zhvillimin e komunitetit tyre, që nuk duan të kthehen në grop e në kënet, do votojnë për pesën, për Partinë Socialiste të Shqipërisë, për Edi Ramën. Bufi erdhi dje në Kavaj, me vrap, besoj e pat, dhe dha mesazhin më të shëmtuar, në një ditë të mirë, në ditën e Pashkëve, në një ditë harmonie e tolerance, për cilën Kavaja shuhet e është shuar ndër breza. Këtu ka shembuj të jashtëzakonshëm të bashkëtesës fetare, të mbrojtjes së të ardhurve, të mbrojtjes atyre që këtu kanë gjetur një stre, të bashkëtesës mes komuniteteve. Erdhi këtu, lëshoi helmin e tij në mënyrën më të shëmtuar të mundshme dhe iku prap, siç ka ikur gjithmonë nga Kavaja. Ka ardhur vetëm për të ngritur dy gishtat, për të përçar njerëzit dhe pastaj për t'ikur aty ku e ka vendin, dhe vendin më nuk e ka në parlament. Vendin e ka diku tjetër dhe ka krijuar aleancën sot anti-drejtësi, anti-SPAK, anti-Shqipëri, për ta marrë peng Shqipërinë, po si Adel dot se ka mbetur shumë pas. As partinë e tij nuk e nxori dot nga gropa. Në fakt, dhe është fakt, që ata janë në grop prej tij. Dhe sot zgjedhja është shumë e thjeshtë. Zgjedhja është o me interesin kombëtar, o me interesin e shqiptarëve, o për hallin e një njeriu të vetëm. O me Shqipërinë, o për hallin e një familje të vetme. O me Edi Ramën në Europë, o me ta në grop. Kjo është zgjedhja sot dhe nuk ka zgjedhje tjetër. Ju e dini shumë mirë, sepse ju nuk keni qenë kur burim për çarjeje. Klani, bajraktarizmi, njerëzisht fortë që duan të mbajnë me çdo mënyrë influencat e tyre në këtë zonë, për të ndarë interesat, kuptohet? Jo për këtë qytet, jo për njerëzit e këtij qyteti, jo për Shqipërinë, po për punë të tyre. Është kështu apo jo? Dhe gratë nuk kanë qenë, gratë dhe vajzat e Kavajës nuk kanë qenë asnjëherë pjesë saj. Dhe sot,
Burrat më të mirë, burrat më të mençur, ata që dinë, ata që po punojnë përtej dasive politike, përtej llogoreve, përtej ndarjeve, përtej ngjyrave, po punojnë që në 11 maj ne këtu në Kavaj të nderohemi. Dhe ta nxjerrim Kavajën nga bishti ku e kanë lënë ata në krye të qarkut të Tiranës, siç e meriton. Ka dalë këtu edhe një kandidat me mbiemrin Roshi, apo jo? Roshi i Roshit tjetër. Nuk kam ndërmend të komentoj për ta, por nuk ka dëshmi më të qartë të hipokrizisë së kundërshtarëve tanë se kjo aleancë e panatyrshme. Hipokrizi e gjallë, sepse kur janë me ne, janë kriminel të gjithë, kurse kur i mbajnë ata dhe kur zhyten në kënet, janë burrat mirë, letrin aty në kënet me njëri tjetrin, sepse ne do vazhdojmë përpara vetëm me Edi Ramën dhe zgjedhja është e qartë të radhë. O me Kavajën, o kundër saj, o me Shqipërinë, o në grop, o me Europën, o në kënet, nuk ka zgjidhje tjetër sot këtu. Unë kam shumë besim që qytetaria këtu, njerëzit që na mbështesin, ata që duan ndryshimin, ata që kuptojnë që Kavaja është gruaja, që Kamza është grua, që Rogozhina është grua, që Vora është grua, që Tirana është grua, që Shqipëria është grua, do ta ngjyrosin të gjithë hartën me ngjyrën tonë, me ngjyrën roz në 11 maj. Sepse ne nuk luftojmë për pushtetin si qëllim në vetvete, po ne luftojmë për pushtetin si mjet për të bërë punë të mira, për të patur këtë pasaportën europiane, pasaportën e dinjitetit të barabartë me çdo qytetar të Bashkimit Evropian. Që fëmijët tanë, që trinë tek këtij vendi, që ata që duan të punojnë, mos trajtohen ashtu siç janë trajtuar brezat e shqiptarëve në Itali, në Greqi e kudo, që ulnin kokën, që punonin në të zezë, që i keq trajtonin, që i ndanin veçmas në për aeroporte, në për punë, i shinin me dyshim se ishin shqiptar. Më në fund jemi në prag të Bashkimit Evropian, ta kalojmë atë derë, të hymë në atë port, të ulemi në atë tryez, ku nuk na ka sjell vetëm fati, po na ka sjell puna, na ka sjell 3 mandate të qeverisë Partisë Socialiste dhe Edi Ramës, na ka sjell ngritja e kokës Shqipërisë, e levimi i saj në nivelin e një vendi dinjitoz mes partnerëve tanë, dhe nuk përkon vetëm dëshira jonë që ka qenë gjithmonë, dëshira historike për të qenë pjesë e familjes tonë natyrale europiane, po përkon me interesin sot Bashkimit Evropian, që ka një plan të dakordsuar me qeverinë shqiptare. Brenda 2 viteve ne mbyllim negociata teknike me Bashkimin Evropian, i vëm një vull të madhe standardeve këtu për më shumë investime në infrastrukturë, për të rinjt, për fermerët, fonde, konektiviteti për Shqipërinë e të tjera, dinjitet për studentët tanë që mund studiojnë këtu apo në vendet e Bashkimit Evropian, krejt si të barabartë, për të ngritur në një nivel të ri zhvillimi ekonomik, social, politik, me të drejta si të gjithë antarët, qytetarët e lirë të Bashkimit Evropian. Kjo pasaport është pasaporta e dinjitetit tonë si Evropian. Të votojmë të gjithë së bashku për këtë dinjitet, për këtë pasaport, për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian, dhe ju të gjitha e dini shumë mirë, po t'ja themi dhe të tjerave e të tjerve të na bashkohen në rrugën tonë për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian, që e bën vetëm Edi Rama dhe Partia Socialiste e Shqipërisë, Forca Kavaja. 5 Partia Socialiste. Kam nderin t'ja fjalën kryetarit Partisë Socialiste, kryeministrit vendit Edi Rama.
Faleminderit. Më vjen shumë mirë që në këtë paradite herët, me thënë drejtën, ju keni gjetur kohën edhe dëshirën për të qenë këtu së bashku dhe për të na pritur me energjinë tuaj të shëndetshme dhe me entuziazmin tuaj. E kam pamundur që të mos kthehem pak mrapa në kohë, kur unë sa isha bërë kryetar partia, edhe erdha për herë të parë të vizitoj degën e Partisë Socialiste të Kavajës. Kishim lënë një takim tek kinemaja, në mos gaboj, edhe midis rrugës dhe kinemas ishte bërë një mur i madh me burra me dy gishta, që na e bën shumë të vështirë për të hyrë brenda me polici e me historira që sot duken të paimagjinueshme, po ka ndodhur këtu dhe nuk ka ndodhur 100 vjet përpara. Dhe kur hym brenda, ajo salla e kinemas është modeste, është me më pak vende se sa ka këtu. Ishte 3 çereku bosh. 3 çereku bosh, edhe kishte vetëm një grua. Një. Tek. Pastaj ju e dini historinë e zhvillimeve politike në Kavaj, se si ishte e pamundur për një periudhë gjatë për veteranët që të lejoheshin të votonin, se si në Partinë Socialiste prania e grave ishte minimale, gjë që nuk ndodhte vetëm në Kavaj, po ndodhte në shumë zonat të Shqipërisë, ndërkohë që ambicia ime, qëllimi ynë ishte të zgjeronim radhët dhe mbi të gjitha të hapnim derën edhe ta bënim të mundur që gratë dhe vajzat të uleshin si të barabarta në hapësirën e Partisë Socialiste. Sepse në atë kohë problemi ishte që dhe ato gra që ishin antare, se kishte antare gra Partia Socialiste padyshim, nuk merrnin pjesë në mbledhjet e organizatave. Nuk merrnin pjesë në mbledhjet e organizatave. Dhe e nisëm me 12% në total gra në Partinë Socialiste, dhe hap pas hapi kemi arritur sot në 40%. Nga rreth 100.000 antarë të regjistruar të Partisë Socialiste, kemi diku te 39.000 gra. Por unë besoj që as duhet kënaqemi dhe as duhet ndalemi këtu deri kur në Partinë Socialiste të bëhen 50.000 gra dhe vajza, dhe kur numri tjetë 50 me 50%, por një vajzë ose grua më tepër. Kjo është kaq e rëndësishme, sa që mjafton të shikosh se çfarë fuqie ka marrë Partia Socialiste, mjafton të shikosh se sa shumë punë të mira janë bërë, dhe mjafton të duash të kuptosh se një nga shkaqet kryesore është fakti që kemi shumë më tepër gra dhe vajza në vendimmarrje. Ka filluar një si sekëlldi që shprehet
sidomos në ato pasqyrat e kënetës në mbrëmje, në për ekrane, për ata që kanë fatkeqësinë që vazhdojnë shikojnë televizor, kur dalin këta të tërë në për këto pasqyrat edhe marrin në përgojë gjithë dynjan, që Edi Rama po ofendon burrat. Unë nuk po ofendoj burrat, absolutisht. Unë thjesht konstatoj një fakt, që gjysma e burrave janë shumë në rregull. Ka i gjysmë tjetër që janë çurit. Dhe nga nisem unë për këtë. Nisem nga fakti që ka shumë burra, janë shumë, që ndjehen mirë në kënet. Janë shumë burra që ndjehen mirë me atë qasjen e vjetër dhe me atë rrugën e vjetër që dihet ku të çon. Ndërkohë që ne as jemi ndjerë dhe as ndjehemi mirë deri kur ta vendosim plotësisht barazinë gjinore, jo vetëm si numra, por edhe si cilësi e bashkëjetesës sociale në këtë vend. Sepse kemi bërë hapa të konsiderueshëm, por ajo që është e rëndësishme është që çka sot pasqyrohet me shumë domethënie në jetën publike, ku gratë në këshillat bashkiak janë 50%, ku gratë në parlament janë shumë më tepër se që ishin dikur, kur parlamenti dukej si një odë otomane, ku gratë në qeveri janë mbi 50%, ku gratë në sipërmarrje, në drejtimin e sipërmarrjeve kanë arritur në thuajse 30%, që është një shifër fantastike, duhet të shtrihet shumë më thellë në shoqëri për të garantuar çlirimin dhe barazimin mes gjinive në çdo familje. Dhuna ndaj grave ka qenë një fenomen shumë shqetësues. Ka rënje, por rënje të pamjaftueshme. Shpërfillja ose presioni ose trajtimi jo i barabartë i vajzave ka rënje, por rënje të pamjaftueshme. Dhe ajo që na takon ne të bëjmë, ajo që i takon të gjitha gravat e vajzave që janë të angazhuar në Partinë Socialiste, është që këtë betejë mos e bëjnë vetëm për vete, po ta bëjnë edhe për gravat e vajzave të tjera. Dhe më vjen shumë mirë që ne sot kemi krijuar dy shembuj tërësisht të rinj në politikën shqiptare. E para, futëm në parti risin e bashkëdrejtimit të organizatave, një burr ose djalë dhe një grua ose një vajzë. Dhe sot kemi mbi 95% të organizatave që kanë bashkë kryetar. Dhe kjo na ka sjell të mirën e madhe që më shumë gra dhe vajza janë afruar. Nga ana tjetër, kemi sot në skuadrën tonë për Shqipërinë 2030, në skuadrën që është sot në fushë të kësaj gare të 11 majit, 71 gra dhe vajza, por më e bukura është që në listat e mbyllura kemi 52% gra dhe vajza. Edhe këtu nuk ka gjë më të bukur se sa gratë dhe vajzat do luftojnë për burrat që janë kandidatë, sepse përfaqësuesit e tyre i kanë deputetët sot, edhe Elisën, edhe Ilva. Tani,
Dua t'ju a them juve dhe shpresoj që ju t'ja u thoni të gjithëve që këtu nga vaj ka ndodhur diçka që është shumë domethënëse për momentin politik të Shqipërisë. Që është shumë domethënëse për mbajtjen e dy palëve. Ne kemi sjell këtu për këtë zonë 4 deputet, nga cilët 2 e thash janë 2 gra, 2 nëna, 2 personazhe që meritojnë shumë respekt. Njëra kryetare e Kuvendit të Shqipërisë, tjetra një prurje e re në Partinë Socialiste, por prurje e re, por me më shumë kalamoj se ajo e para. Më shumë, një. Unë nuk mund të flas se s'jam kompetent për këtë punë, unë thjesht kam dhënë ndihmën time në bërjen e kalamajve, po si kam bërë unë, por besoj që 1 dhe 2 është një më shumë, po 2 dhe 3 nuk është një më shumë, është më shumë se 1, nga i pamja e ngarkesës, besoj unë. Por nuk është ky thelbi. Ajo që është rëndësishme për gjithë votuesit, zgjedhësit në këtë zonë është kuptojnë se me sa respekt dhe me sa dëshirë për ta rikthyer Kavajën në drejtimin e dur bashkë me të gjithë të tjerët, sepse është ndarë veç Kavaja, ne jemi investuar këtu, sepse përveç 2 deputetëve, kemi sjell këtu dhe kryeministrin e Partisë Socialiste, kryeministër në kohë të vështira, në moshë të re, edhe pse gjithmonë ka qenë i thinjur, por sot është këtu për të thënë ne nëpërmjet Pandit se ne duam shumë seriozisht të investojmë shumë kredite politike tonat për Kavaja. Dhe për Rogozhinën padyshim, ku kemi një tjetër zonjë që është kandidate. Dhe bashkë me Pandin, këtu kemi edhe Eldin, një djalë nga Kavaja. Tani, kjo është oferta jonë. Do me thënë, oferta jonë në Kavaj është shumë e veçantë dhe e rrallë. Sepse Kavaja nuk është Tirana, Kavaja nuk është Kamza, nga i pamja e numrit e peshës, por ka mundësinë një zgjedhës apo zgjedhëse këtu në Kavaj që me i vot e një të marri 4 deputet. Dhe shikoni tani se qa ndodh me ofertën tjetër. Se është kulmi ky. Kavaja demokrate besoi tek primaret, besoi tek thirrja e bufit kënetës për të gjithë ata që kishin ambicje ta nxirrin kokën mbi ujë. Dhe hiri të vërtetës e dogjit thuhet që Kavaja nxori në primare fituesin e gjithë qarku Tiranës.
Të gjithë qarku Tiranës fitoi kryetari i Partisë Kavajës. Ku është sot? E keni parë gjë? E hëngri Bufi. E hëngri Bufi siç hëngri të gjithë ata që u dalluan në primare. Tamam sikur ju tha, nxjerrni kokën t'ju shoh kush jeni ju që keni vërtet mbështetje dhe që nesër në opozit, se Bufi nuk përgatitet për fitore, Bufi përgatitet për opozit. Për të vetmen mënyrë se si Bufi dit bëj opozit, për të shkatruar sa të mundet Shqipërinë, për të penguar sa të mundet shqiptarët, për t'i lodhur e për t'i mërzitur sa të mundet njerëzit që duan të shikojnë përpara. Për këtë përgatitet Bufi. Keni parë ju listën e mbyllur të Tiranës apo? Hyseni ju i këtu meriton çmimin Nobel në krahasim me ata që janë aty në listën e mbyllur të Tiranës. Çmimin Nobel meriton për shkencë. Një çat them. E pastaj thonë pse i thu Çurik. Po çat i them? Si ti them? Si ti them? E morën e zhdukën kryetarin e partisë. Pse? Çfarë faji ka ai? Vetëm se fitoi primat. I mirë ti bëhet xham se mos s'është u marrë të keq për Hysenin. Por ajo që ju them demokratëve të Kavajës është që në këto zgjedhje kanë mundësinë e madhe të bëjnë disa punë me herë, jo një, po disa. E para njerë këto zgjedhje, ndryshe nga shumë zgjedhje tjera, që janë do zgjedhim kush do qeverisi, kush do shkojnë opozit, do zgjedhim kush do bëj këtë e kush do bëj atë, janë zgjedhje për të zgjedhur se ku do jetë Shqipëria në 2030. Ku do jetë Shqipëria në 2030? Do jetë Bashkimi Evropian? Apo do shkojnë grop prapë? Se që dy herë që ja ka besuar Shqipëria ose që i ka rënë në dorë Bufit të Knetës ky vend, herën e parë përfundoi me 4.000 të vdekur dhe herën e dytë u kap në buzë të humnerës së borxheve që mund ta çonin komplet në kolaps nga e parë. Dhe tani Bufi ka dalë bashkë me një tuf qorrash dhe shurdhësh që i ka futur në listat e mbyllura, që ta tërheqë Shqipërinë për hunde për hallin e vet krejt personal. Se vetëm ai halli mat personale bën një burr 80 e kusur vjeç të vi vërdall edhe t'i fiket lampa 3 herë në ditë kur merr fjalën. Dhe duke votuar për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian, siç votuan shumica e shqiptarëve Partinë Demokratike në 92-shin, në Mars, kur nuk ishin të gjithë me Partinë Demokratike, por e votuan sepse donin të ndanin përfundimisht historinë e Shqipërisë mes së shkuarës, të mbyllnin përfundimisht kapakun e sistemit të shkuarës dhe të ardhmes, duke përqafuar masivisht sistemin e të ardhmes. Kështu dhe në 11 maj, shqiptarët do duhet votojnë masivisht për të vendosur që ky vend të mos ndalet asnjë ditë në vazhdimin intensiv të negociatave për antarësi me Bashkimin Evropian, që mund t'i mbyllim brenda 2027, siç kemi rënë dakord, dhe të futen në Bashkimin Evropian. Dhe nga ana tjetër, për demokratët, ta të Kavajës, me cilët u tall Bufi Kënetës, duke bërë këtë për veten e tyre, për familjen e tyre, se pasaportën europiane do ta marrin të gjithë. S'është për socialistët. E kuqe është se kështu është flamuri jonë, nuk është blu. Por ama ka brenda edhe flamurin blu.
të Bashkimit Evropian dhe nga ana tjetër i japin një mesazh shumë të qartë bufit dhe knetës, duke vendosur një gur për të rindërtuar atë parti që sot s'është më parti. Çfarë parti është? Dhe prandaj unë them që kush shkon atje, kush mendon që midis Europës dhe Kënetës duhet rrinë Kënetës çurek. Mund të jetë shumë rregull në të gjitha gjërat e tjera, po politikisht është komplet çurek. Për çfarë? Kur ne sot na ka ardhur zogu i fatit Europian të këtij kombi dhe të këtij vendi në dorë, sepse janë përputhur ylli i fatit ton me yllin e fatit BE-s, se ne kemi bërë patjetër detyrat tona dhe kemi bërë punën tonë që të gjendemi gati, por ama ata sot janë në një pikë ku e kanë hapur derën, jo se ne jemi më të bukurit, por sepse ata kanë nevojë për të shtuar radhët dhe për të dhënë mesazh për gjithë botën një Bashkim Evropian po zgjerohet dhe po forcohet, dhe këtu janë përputhur të dyja. Dhe kjo derë e hapur, siç ka treguar historia e zgjerimit Bashkimit Evropian, nuk është një derë që do rri hapur atje, do presi ne. Që të zgjidhim ne dilemën e madhe me Europën apo me Gropën, me BE-n apo me bufin. Është e hapur si një mundësi tani, siç ka ndodhur në të shkuar. Dera e Bashkimit Evropian është hapur, janë futur vende, është mbyllur prapë. Dhe kujt ju thot që po ç'është kjo punë me Edi Ramën, që ka dalë rrugëve dhe thot më jepni mandatin e 4 t'ju fus Bashkimin Evropian, s'kishte mundësi dhe nuk i dolën 3 mandate, duhet i thoni, po mirë, dakord, Edi Ramës nuk i dolën 3 mandate, se pas ka fajin Edi Rama. Po Marizi, pse nuk është në Bashkimin Evropian, që i ka filluar negociatat përpara se Edi Rama të bëjë kryeministër në 2012, pse s'është në Bashkimin Evropian? Po Serbia, që i ka filluar negociatat në 2014, pse s'është në Bashkimin Evropian? Dhe sot, ne që i shikonim Malezi dhe Serbin nga larg, jemi në të njëjtin pozicion me Malezi tek pragu i derës, dhe Serbinë e kemi lënë brapa. Po Maqedonia, që u bë kandidate për Bashkimin Evropian në 2005, këtu mund të ketë vajza që s'kishin lindë akoma në 2005. Sot ku është, s'ka hap akoma negociatet, sepse historia e zgjerimit është kjo. Ata e hapin derën kur kanë edhe ata interesin e tyre, jo thjesht kur jeti. Ne gati kemi qenë për të hapur negociatat ka 4-5 vjet. Por ju e mbani mend, Komisioni Evropian thoshte këta janë gati, dhe Komisioni Evropian e bën vlerësimin. Mblidheshin politikanët dhe thoshin jo. E dilte Hollanda, dilte një vend tjetër, se shiko se është kjo, ndërkohë ata kishin hallet e tyre. Kishin interesat e tyre normal fare. Se në atë shtëpi nuk futesh dot nëse vetëm njëri thotë jo se dua. Duhet jenë gjithë dakord. Dhe sot e kanë hap derën, sepse bota është në turbullir. Sot BE-ja po flet për riarmatosje. Sot BE-ja po flet për siguri. Si do rrim ne? Do rrim jashtë kësaj historie ne? Ndërkohë që na ka ardhur në dorë kjo punë, e kemi ne në dorë shqiptarët. Dhe prandaj them që njësoj siç bën shqiptarët me Partinë Demokratike në 92-shin, që e votuan masivisht në mars, po aq e vërtetë është kjo sa nuk ishin të gjithë me të, sa në gushta kur ishte në fund verës, kur bën zgjedhje vendore, shumica e votuan kundër, por ama e kishin bërë zgjedhjen historike, e kishin mbyllur raportin me historinë. Po kështu, në 11 maj, është kohë e dur, është vendi i dur dhe është Partia Socialiste në kohën dhe në vendin e dur. Dhe më vjen keq se më erdhi një mesazh
këtu tani edhe vjen shumë keq. Ka ndruar jetë Ati i Shenjtë, Papa Francesku, një njeri i jashtëzakonshëm. Unë kam pasur një raport personal me të, më çonte vazhdimisht mesazhe me Argjipeshvin edhe më vjen jashtëzakonisht keq. Ai zgjodhi ta vizitonte Shqipërinë, të parin vend jashtë Vatikanit që vizitoi mbasi u zgjodh pap. Pas një takimi që patëm së bashku, një takim të paharrueshëm, në Shqipëri kaloi një ditë që ai vetë e konsideronte të paharrueshme. Tha dhe atë fjalën e paharrueshme që Shqipëria nuk ka harmoni fetare, po ka vëllazëri fetare. Ishte një pap ndryshe nga të tjerët dhe besoj që kam mirë kuptimin tuaj, ta nderoj me 1 minutë heshtje dhe ta mbyllim këtu takimin. U pret në paqe. Dhe më kujtohet që në takimin e dytë, që kemi taku disa herë, po në Vatikan, në audiencë me të, kam qenë 2 herë. Në takimin e dytë, e pyes, i them, Ati i Shenjtë, më duket se shumë armiq ke bërë, duke thënë gjëra që nuk i ka thënë kur një pap. Edhe se harroj kur, më tha, kryeministri tha, nëse nuk i them ato që kam për të thënë, tani që kam kohën me njerëzit, kur do t'i them dhe kuj do t'a them krimbave, kur të shkojnë varë. Shumë faleminderit.